إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet janë vetëm për Allahun, atë e falenderojmë dhe për ti ndihmë dhe falë kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të shpirtit dhe punëve tona të këqija, atë që Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu e humb, nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj se s'ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është një, i vetëm, pa shok dhe pa ortak, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. O ju që besuat, keni frikë Allahun me një frikë të vërtet dhe mos vdisni veçse duke qenë musliman. Fjalët më të mira janë fjalët e Allahut. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo shpikje në fe është bidat, çdo bidat është humbje dhe çdo humbje çon njeriu në zjarrin e xhehenemit. Allah na ruaj prej tij, o musliman. Ju porosis ju dhe veten time për devotshmërinë dhe Allahut të madhruar, dhe porosia për devotshmëri është porosia e Allahut për të parë dhe për të pasmit. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Ne i porositëm ata që ju dham librin para jush dhe po ju porosisim edhe ju që të keni frikë Allahun e madhruar, që të jeni të devotshëm. Dhe kjo devotshmëri, kusht e vërteton në këtë botë, ka për të qenë i lumtur në dynja dhe në ahiret. O musliman, ne po përjetojmë këto ditë të arta, këto ditë të mira, këto net margaritar të muajit të madhrueshëm të Ramazanit, ku muslimani gëzohet dhe lumturohet që kryen me sukses këtë adhurim, adhurimin e agjërimit të Ramazanit, dhe e shikon të madhe të vogël prej muslimanëve që është i gëzuar dhe i lumtur. Dhe Allah madhruar thot në Kur'an: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un." Thuaj, me mirësinë e Allahut të madhruar dhe me dhuntinë e tij le të gëzohen dhe të lumturohen, dhe kjo është më mirë se ajo që grumbullojnë prej materialeve të dynjas. Prandaj muslimani është i gëzuar, dhe ky gëzim në muajin e Ramazanit i ka disa arsye. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam, siç ka ardhur në sunen të Imam Nesait dhe ka saktësuar Imam Albani, ka thënë duke përgëzuar shokët e tij dhe popullin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thoshte kur hynte muaji i Ramazanit: "Hadha shahrun Ramadan, qad ja'akum shahru Ramadan, shahrun mubarak." Ju erdhi muaji i Ramazanit, ky muaj i bereqetshëm, në të cilin hapen dyert e xhenetit, mbyllen portat e zjarrit dhe prangosen
shejtanët e ashpër. Prandaj thoshte sallallahu alaihi wasallam, kush privohet nga mirësia e Ramazanit, ai është i privuari. Dhe ky gëzim me muajin e Ramazanit i ka disa shkaqe me të cilat gëzohet besimtari në këtë muaj. Dhe do të ndalemi në këtë hutbë të sotme tek disa nga shkaqet e gëzimit me muajin e Ramazanit. Së pari, shkaku i parë është se ky është një muaj i begat. Do të thotë, çdo punë që e bën besimtari në këtë muaj, dhe që nga leximi i Kuranit, i cili është libër i begat, që ka zbritur në një natë të begat, në natën e Kadrit dhe në muajin e Ramazanit. Dhe në këtë muaj besimtari vepron disa punë të shumta, të cilat në kohët e tjera janë të shpërndara, ndërsa në këtë muaj janë të gjitha këto punë së bashku, duke filluar që me agjërimin, që me leximin e Kuranit, që me dhikrin e Allahut të madhruar, që me umren dhe adhurimet e tjera. Shkaku i dytë, o musliman, është se në qoftë se agjërimi në kohë tjetër fal gjunahet e një dite, 2 dite, agjërimi i muajit të Ramazanit i fal gjunahet e kaluara. Nëse agjërimi ditës së Arafatit fal gjunahet e 2 viteve, ose dita Ashures, e cila fal gjunahet e 1 viti, agjërimi i muajit të Ramazanit i fal gjunahet e kaluara, siç ka ardhur në hadithin e Abu Hurajres në Sahihun e Imam Buhariut, ku profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kush e agjeron Ramazanin me besim dhe duke kërkuar shpërblimin nga Allahu, i falen gjunahet e kaluara. Nga shkaqet për cilat besimtari gëzohet në muajin e Ramazanit është shkaku se në të është namazi i natës, me të cilën kush është i përpikt, i falen gjunahet e kaluara. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Men qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kush falet netët e Ramazanit me iman dhe duke kërkuar shpërblimin nga Allahu, i falen gjunahet e kaluara. Po ashtu, o besimtar, kush agjeron Ramazanin, që shkaku i 4, dhe pason me 6 ditë nga muaji Shewal, është sikur ka agjeruar gjithë vitin. Si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kush e agjeron Ramazanin dhe pason me 6 ditë nga muaji Shewal, është sikur ka agjeruar gjithë kohën, sepse agjeron muajin Ramazanit. Dhe një sebab është me 10 pishë të tilla, dhe 30 ditë, shumëzim për 10 janë 300 ditë, dhe 6 ditë nga muaji Shewal, shumëzim për 10 janë 60 ditë, dhe është sikur ka agjeruar 360 ditë. Nëse pason me 6 ditë nga muaji Shewal, dhe nëse e bën këtë gjë çdo vit, atëherë është sikur ka agjeruar gjithë kohën. Dhe nga shkaqet me cilat besimtari përmallohet dhe është i gëzuar dhe i lumtur në muajin e Ramazanit, është se në këtë muaj është një natë. Dhe që të arish natën e Kadrit, duhet të jesh i përpikt në 10 ditëshin e fundit në veçanti. Prandaj kush e kërkon natën e Kadrit dhe është i përpikt me namazin natën, atëherë ka për të arritur atë me do e mos, sepse ajo është në 10 ditëshin e fundit, kjo është i garantuar. Dhe është në netët teke të 10 ditëshit të fundit, i them këto fjalë dhe kërkoj falje nga Allahu për veten time, për ju dhe për të gjithë muslimanët, dhe i kërkoni falje Allahut se Allahu është falës, është mëshirues. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gjithë falënderimet janë vetëm për Allahun, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi profetin ton Muhammed, mbi familjen dhe mbi gjithë shokët e tij
o musliman, nga shkaqet me cilat besimtari gëzohet dhe është i lumtur me muajin e Ramazanit, është fakti se në këtë muaj shumë fishohen sevapet, çdo punë që bën besimtari, ajo shumë fishohet, siç ka ardhur në lidhje me umren në Ramazan, e cila është e barabartë me një haxh të plot, si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ka hajj. Umra në Ramazan është e barabartë me haxhin, dhe kjo është prej mirësive të Allahut madhruar që i ka dhënë këtij populli të Islamit. Gjithashtu shkaku i 7 nga shkaqet me cilat besimtari është i gëzuar dhe i lumtur në muajin e Ramazanit është se në këtë muaj lutja nuk refuzohet, lutja e agjëruesit pranohet dhe nuk refuzohet, si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, 3 personave i pranohet lutja dhe nuk ju refuzohet. As-saimi hatta yaftur, agjëruesi derisa të çeli iftarin, prisi i drejt dhe lutja e atij të cilit i është bërë pa drejtësi. Shkaku i 8, o musliman, nga shkaqet me cilat besimtari është i gëzuar në muajin e Ramazanit, është se Allah madhruar në çdo net prej netëve të Ramazanit i liron disa robër nga zjarri i xhehenemit. Walillahi fiha utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli lejle. Allah madhruar i liron disa robër nga zjarri i xhehenemit, dhe kjo ndodh në çdo natë prej netëve të Ramazanit, siç ka ardhur në Sunen të Imam Tirmidhiut dhe ka saktësuar Imam Albani. Shkaku i 9, o musliman, për shkaqeve me të cilat besimtari është i gëzuar në muajin e Ramazanit, është se lutja më e mirë që thuhet në natën e Kadrit, që është në këtë muaj, është ajo që i tha Aisha radhiyallahu anha profetit sallallahu alaihi wasallam, o dërguar Allahut, nëse jam prezente në atë natë, çfarë të them? I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, thuaj Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, o Allah, ti je falës, bujar dhe do faljen, më fal mua. Gjithashtu, o musliman, shkaku i 10 me cilat besimtari është i gëzuar dhe i lumtur me muajin e Ramazanit është sadakatul fitr, zakati i fitretit, sadakaja e fitretit që jepet në mbyllje të muajit të Ramazanit, për cilin profeti sallallahu alaihi wasallam thot është pastrim për agjëruesin nga fjalët e panevojshme dhe është gjithashtu ushqim për të varfrin. Këto ishin 10 shkaqe, edhe pse shkaqet janë më tepër se kaq me cilat besimtari është i gëzuar dhe i lumtur në muajin e Ramazanit, dhe Allah madhruar na përzgjodhi mes miliarda njerëzve tjerë që të agjërojmë, që të afrohemi tek Allah madhruar nëpërmjet agjërimit, dhe kjo është një mirësi e cila meriton falënderim. Allah madhruar thot: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un." Thuaj me mirësinë e Allahut dhe mëshirën e tij, le të gëzohen. Dhe në pasë musliman, Allahu madhruar na urdhëroi të bëjmë salavat dhe selam për profetin e tij, me këtë filloi në Kur'an, me veten e tij, më pas me melajket, më pas me ju besimtar. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: kush bën një salavat për mua, Allahu bën për të 10 salavat. Allahu qoftë i kënaqur me shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me Abu Bekrin, Umerin, Uthmanin dhe Aliun, dhe me të gjithë muhaxhirinë dhe ansarët dhe me rënat e besimtarëve. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.